On this day. 1320, lindi Pedro I Parë, ishte mbreti I Portugalisë nga viti 1357 deri në vdekjen e tij. 1460, lindi Juan Ponce de Leon, eksploratori spanjoll që zbuloi Floridan. 1938, lindi në Ghana Kofi Annan, ish sekretari I përgjithshëm I Organizatës së Kombeve të Bashkuara në periudhën 1997-2006. 1941, lindi Vivienne Westwood, stiliste angleze e famshme kryesisht përgjegjëse për sjelljen e punkut dhe modës së valëve të reja. 1943, lindi Michael Bennett, skenaristi amerikan fituesi I çmimit Pulitzer. 1947 është ditëlindja e Steve Howe, kitaristi anglez që ka lëvruar rrymën e muzikës së rock. 1966 ka lindur Robin Wright, aktoreja e famshme amerikane ish bashortja e Sean Penn, ka interpretuar në shumë role si Santa Barbara, Princess Bride e të tjerë. 1974, lindi Chris Kyle, snajperisti që ka shënuar rekord në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për numrin e qitjeve. U vra gabimisht nga një koleg gjatë serviteve ushtarake. 1997, sot është ditëlindja e Say Grace, këngëtare australiane e popit.